Radio. Mirëmbrëma të dashur shqiptar, mirëmbrëma të dashur miq. Sot është dita e Abçus, dita e enjte, dita ku nis një rrugtim i ri në dita e tajfunit. Ky shiu është asnjë gjë përpara nesh, kuptohet. Ke iden nga ka ardhur fjala tajfun? Tajfun ka ardhur nga një fund i shkurtër që është i bërë nga një dizajner me emrin Taj. Atëherë të dashur miq, do jemi së bashku me Abçun, me Visjanin dhe me Cubin. Me Cubin gjithashtu me neve do jetë ajo më e mira e DJ-ve të trojve shqiptare. Kloj, e cila gjithmonë na shoqëron në pultin e transmetimit. Dhe Kloj është si një uragan. Ne jemi tajfun, Kloj një uragan mes nesh. Me raste, për shembull sot ja nuk ka futur ende asnjë efekt. Po prit se sa ka filluar. Do thotë që akoma është në një gjumë letargjik momental. Sa të ftyllohet. Sa të ftyllohet, ndoshta indikon edhe pak shiu. Jo, e di çando. Këta DJ-t që janë para Klojit ja bëjnë lëmsh atë. Ata kanë fajin. Ja ngatrojnë folderat të Klojit dhe vjen Kloj dhe shef sa foldera që si ka patur më përpara dhe thot, what the heck? Juve aty duhet i ikni urgjent tani dhe ta lini Klojin të bëj punën e saj. Atëherë për gjithë juve të dashur dëgjues, do jemi së bashku deri në orën 20:00 me Abçun ton të dashur, me rubrikat tona të veçanta që do na shoqërojnë sot për gjatë mbrëmjes. Do kemi telefonata me qytetarë të cilët do kenë dëshirë ta thonë të tyret. Mund të jetë çfarëdo. Do kemi edhe një të ftuar se harrove. Do kemi një të ftuar, e kemi surprizë, por do ju themi vetëm një detaj. Që është Rumune. Rumune apo Rumune? Rumune. Nuk është Rumune, është Rumune. Rumune. Romania është shteti, por ne në Shqipëri dhe Rumani. Po ikë po ti si metro me Rumani. Po si më Rumani? Jo, ne i themi Rumani. Romania. Romania, nuk i themi Romania. Bëri të stien dhe po kjo nuk është nga familja e Drakulait. Nuk janë, po jo, ne do të pyesim se un kam dëgjuar që kjo ka lidhje me Drakulait. Okej, më mirë le ta zbulojmë atëherë kur të na vi, kur të jetë këtu prezent. Si shkoi java për ty? Ishte një javë bomb energjike, po. Qyqja. Ne sot ditën e vrat njëri më. Jo, nuk kemi vrarë njëri, po me bombat tona ne i bëjmë njerëzit për të qeshur. Njerëzit kënaqen, shijojnë sepse dje, ditën e mërkurë, ne kemi qenë live me Portokallin. Si çdo të mërkurë tashmë, derisa ata që duan të vinë dhe ta shikojnë Portokallin live, duhet të rezervojnë bileta tek ticket.al, top.vizchannel.tv, po ta hapësh linkun të top. Mos na ngatro. Te topvizchannel.tv e klikon dhe ke aty bileta dhe kur klikon atë dalin bileta ose për Aurela Gaçen ose për Portokallin. Po, kështu që mund t'i shikoni të dy show-t, pse jo? Do kemi të ftuar special sot, do mësojmë shumë për të. Speciale, pse e tham dhe këtë, që është gjini femrore. Po, na ngatrove, na bëre lëmsh tani. Okej, e kemi gjini femrore dhe romune, dy element. Tani përfundimisht Romuna apo Rumune? Unë po si dushti më tani në hartën e botës është Romania. Por në hartën tonë Rumenia. Në hartën shqiptare Rumania. Rumale. Kanë qenë sa këngë Rumale. Po na thret çike është e çuditshme, po na thret pa gjaku me këta rumunët. Ballkanas jemi, duket sikur jemi pak a shumë një gjithsesi në Itali nuk i duan shumë prej vitesh rumunët, sepse rumunët se kanë bërë prapësira prandaj. Kanë shumë prapësira siç kemi bërë dhe ne në Greqi. E vërtet. Më tani ti pranojnë sa gjëra mane. Gjëra që ndodhin. Mirë, megjithatë Visjan, unë them të ndryshojmë totalisht temë, sepse sot ja do të ta them tani. Sot është data 27 mars. Sa bukur kot. 27 mars, pse çfarë si event? Kaq veçantë do thuash ti. Po, pikërisht. Në 27 mars të vitit 1998, Okej. Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave, FDA, miraton Viagrën. Prit, ky është vetëm fillimi. Për të përdorur si trajtim për impotencën mashkullore. Për këtë arritje, bashkëzhvilluesi i kësaj pilule, kujdes tani. Mjeku me origjinë shqiptare. Po, dikte se nuk më habite. Tum për ata që nuk e din. Ferid Murati. U nderua me çmimin Nobel në mjeksi. Ferid Murati është Cubi, ky që the më ke hapur një temë fantastike. Shiko tani.
Feridi është një ndër po të themi shqiptarët e vetëm të historisë të Shqipërisë, të larë shqiptare që është vlerësuar me çmim kaq të madh, sepse është vërtet me origjinë shqiptare. Tani kur është shpikur ky si medikament, ajo është shpikur jo për Viagrën, jo për impotencën maskullore. Nuk e di tani nëse e kisha aty si gjë, por është shpikur për një arsye tjetër. Cila ishte kjo? Për impotencën maskullore ishte. Jo, kur është shpikur si medikament, po them, lexoje mirë informacionin. Kur është shpikur në fillim ka qenë për një trajtim tjetër mjekësor dhe më vonë dhe gjatë rrugës pastaj më vonë u klasifikua vetëm për impotencën. Po, dakord, po në 27 mars të vitit 98, atëherë ka marrë domethënë fiks emrin po themi Viagra. Atëherë ky produkt dhe pati këtë lloj drejtimi. Po, ky produkt u klasifikua si Viagra, kupton? Po kur u shpik për herë të parë nga zotëria në fjalë, nuk ka qenë për të patur këtë funksion, e kupton? Mirë, dakord, se në përgjithësi ndodh kjo që bëjnë po themi një lloj kërkime shkencore njërin e tjetrën për një X gjë të caktuar dhe del pastaj ilaçi për një gjë tjetër. Por ajo që është shumë e bukur është që Feridi e ka nënën e kishte, se Feridi nuk jeton më, e kishte nënën nga Illinois, po çon si ka kjo, ndërsa babain e kishte nga Gostivari. Wow. Edhe ne këtu krenohemi ne. Se nëna thua nuk ka rëndësi. Çfarë na thon? Miqë na dëgjojnë, për post fakti që na komplimentojnë, na përshëndesin me shumë dashuri. Edhe di kush është balerinë, e gjen dot kush është? Balerinë? Është balerinë. Jo, nuk e gjej dot. Nuk kam shumë shok edhe miq vërdall balerinë. Ka qenë në Dancing with the Stars, ka qenë me një konkurrente këngëtare që pastaj u lidhen së bashku me Elhaiden. Jo. Po kush është pra? Ledian, I love you brother, të përshëndes. Faleminderit që na dëgjon. Ledian, faleminderit, përshëndesi. Subi grop, u zverdh, u skuq si erdhën katër lloj ngjyrash, nuk të dalloj kush je. O vlla, kishte frikë flas, o cup si spak më zemra. Pse flet me panik? Përshëndesim, po se mos themi ndonjë emër që love you brother, faleminderit që na dëgjon. Edhe jo vetëm Ledianin, por përshëndesim të gjithë dëgjuesit besnik të Top Albania Radios, në veçanti Subi, dëgjuesit tan besnik. Të Apçus, gjithashtu përshëndes tani. Po më të veçantë Giganti, DJ Vini, i cili ndodhet në anën tjetër. Vini, love you brother. Vini, mirë se faleminderit që ke ardhur për nesh. Se po bën aty me Klojnë, se po sajoj, nuk e di, por po bën një kështu një imam ballajdi aty me njëri tjetrin. Po gatuaj, po shko, Visian, unë them që veçanërisht do përshëndesim ata që ndodhen në trafik, se ne i kemi pikë të dobët ata. Çfarë ditë, çfarë trafiku sot. Çdo të njëjtën ne i kemi kështu. Sepse ata i kemi më besnikët nga gjithë të tjerët. Po ata, shiko, nuk janë besnik ata, sepse të thuash besnik ata janë nga halli. Po se s'kan ku të shkojnë. Besnikët janë ata që edhe kur janë në trafik, hapin radio, në aplikacion, telefon, kudo, dhe na dëgjojnë më Subi. Po këta janë besnikët që meritojnë një hapçuf në një lloj forme besnik ai që dhe po të jetë në shtëpi në atë momente zbret poshtë, hap makinën, edhe vazhdon dhe na dëgjon ne, edhe thotë jam në trafik. Kjo idiot, po dëgjoj jam në trafik duke dëgjuar ata të dy. Ose besnik është ai që është në hale, është në hale. Edhe del ashtu me vrap, i pa ngritur akoma. Është në hale duke bërë. I bërthen rrugës në për korridor ato pantallonat e shkreta. Sa hyri. Unë po inicioj të gjithën tani, gjithë imagjinatën. Po mirë, mos është monolog. Ai sa hyri në hale. Po sa hyri, po nuk ka rëndësi. Jo. Po disa shpejt nxorre, prit. Jo, do zbresin makinë edhe ai. Që të justifikohet e gruaja dhe të thotë jam në trafik. Jam në trafik. Pse grop jam? Ishte në shtëpi më shpirt. Po shumë mirë, na dëgjon më mirë kur zhvetëm se gruaja do vazhdoj laka me ato të vetat. Atëherë dy fjalë për Cubin. Cubi sot është kalojtur.